Rama, aksi rrugor kryesor I Ksamilit I shërben rritjes së përvitshme të turizmit. Një mrekulli kishe qef të shkoje të kaloje në Ksamil. Me vërtet, bukur. Edhe kjo deli tregon edhe një fakt tjetër të rëndësishëm që nuk është se e kanë bërë për fushat, se po ta kishin bërë për fushat, do ta kishin thënë për para 12 maj. Jo, nuk bëhen investime për fushat. Nuk bëhen më. Po pse kur janë bërë? Si kur janë bërë? Që kur kanë filluar zgjedhjet e lira dhe të ndershme që në kohën e Skënderbeut, që atëherë o janë bërë rrugë, o janë bërë ura për fushat. Po jo, që kur ka ardhur qeveria Ramës, nuk bëhen më investime për fushat. Tashi, të mos bëhemi kaq kategorike, deli se ja për shembull është një fshat në Himar që e ka emrin Kallarat dhe këtu ka nisur të bëhet një urë për fushat. Lum, kishte? Më tashi çike këto tashi deli. Si ç'është ky muhabet kishte lum thotë. A me se të këshu, do thuash ti pse bëjmë neve gallate dhe zduhet bëjmë deri të pyes se ndodhë në njerë që s'ka lumë, bëhet tura dhe pastaj e sjellin lumin të kaloj poshtë urës. Me thënë, unë duhet kisha thënë pse bëjmë gallate, s'bëjmë gallate, a do me thënë, ndodhë ka që të bëhet lumi? Po ndonjëherë ndodhë. Ndodhë? Apo jo pra, kolege. Më lejo të them që në këtë fshat kanë bërë fillimisht lumin, pastaj janë harxuar ca lek për urë, dhe si përfundim banorët I kanë hyrë lumit në këmbë. O qeqo, ta betohem, e kape një rol, po jo me filmin, jo me Regjinë Julit, po e kape një rol gangstere nga Kallarati me këto gjysmyqe. Qi, deli për me kap role duhet me qenë mbi 1.75, po. E lëm këtë muhabet, fute Juli, fute. Ndodhemi në fshatin Kallarat të Bashkisë së Himarës. Në redaksinë e emisionit Gjatat kam bërritur në një dëndësi. Unë jam Lefter Qajvanej, banori I fshatit Kallarat, ish kryet plak I fshatit Kallarat. Në vitin 2023, në prag të fushatës elektorale, ne kishim parashtruar për buxhetin e vitit 2023 njësër prioritetesh, si që ishin sistemet ujitse, pasarela e fshatit, tokat që mbojnë gruen lumi dhe usjellsi I lagjes sipërme. Por çuditërisht, në buxhetin e vitit 2023 ishte parashikuar vetëm ndriçimi publik dhe pritat lumore për mbrojtje nga erozioni. Në prag të fushatës elektorale, 2 javë para u ndërtua ky piedestal, nëse do ta quajmë kështu. Kjo ka qenë për të bërë urë? Për të bërë urë. Dhe mbaroi fiks në fund të muajit prill, pra po mush sot 2 vjet. Ka mbaruar ashtu siç Dhe është në këtë gjendje. Pra 2 vjet ky është në këtë gjendje. Si ka mundësi që bashkia në muajin prill, që unë nuk është emergjencë, sepse shikojnë sa ujë ka lumit e projt ashti. Pra mund të kalojë edhe më këmbë, baktia apo edhe njerëzit, pavarësisht. Dhe të groposen rreth 50 milionë lekë se ba marrë mendje aq ka vajt ky piedestal aty. Pra ju thoni që është bërë investim pa ndonjë projekt. Me para të vdekur, pa projekt, pa buxhet, pa parashikuar në buxhet. Hapnin buxhetin në 2023. Po për çfarë ka shërbyer kjo? Ai s'e kuptoj, nuk e di. Nuk e di. Ka familje te ky fshat? Aty janë 3 familje, po janë dhe kullotat. Që një pjesë e fshatit kullosin me ata në bagtit. Kështu që këtu ka një problem. Pse do të ndërtohej në muajin prill? Dhe pse do të lesh në këtë gjendje? Unë nisa të mbaroj, po jo 2 vjet. Problemi kur kam ardhur këtu, e kam gjetur kështu, në këtë gjendje. Kemi bërë kërkesë në bashki, na ka thënë që do bëhet, nuk e dim. Presim. Në njësi administrative? Njësi administrative do bëhet thonë. Nuk e dim tani. Po, do bëhet thonë. Bashkia thotë që e kemi projekt. Po. Kjo s'pa qenë fare në projekt kur bën në 2023. Atëre s'ka qenë projekt tani është. Tani është fut projekt. Po. Çfarë mund të shërbejë sot kjo urë? Me që e këtë kryeplak e njeh shumë zonën. Sot për asgjë, po u bë shërbim për familjet që janë andej, stanet e bagtive. Aktualisht këtu kaloni, Po, këtu te kjo. Edhe banorët që jeton andej. Po, këtu kalojnë. Të gjithë. Këtu jemi te ky investim që është nisur për urë dhe që mendohet të ketë kushtuar 50 milion lek të vjetra. Ndërkohë shohim që ky investim është lënë beton në mes të projit dhe nuk ka kalim as nga ana e hyrjes dhe as nga ana e daljes. Mano qeqo, po edhe këta popull zevzega, nuk kam parë, po prisnje, duroni e derbar duroni, se vetëm 50.000 euro janë hedhur. Ja, janë zgjedhjet e tjera, prap, zëre se kanë ardhur I keni pas dere! Po duromoj se I mbytet të shkretët, shke, ata nuk e kanë fare hallin ke lekët o më trajime, se në fundit lekët të shtetit janë, ata e kanë halli se e kalojnë lumin në këmbë.
Zote Krisht, Zote Krisht, Qa Zote kemë? Krisht. Vetëm ai kaloi si për detit me këmbë. Eci. O, zotim, më falë, kush të thaj që e kalojnë mbi lumë këta? A pse kalojnë nën këta me not? Motra ime. Në verë, lumi është deri këtu. Në derbar, po, në dimër. Në dimër, vete deri këtu. Po? Po kur ka shumë ujë lumi? Kur ka shumë ujë lumi, tashi, do me thënë që bie shumë shi. Po. Qashtu duan ata të dalin kur bie shumë shi edhe të kalojnë lumin në këmbë? Pa mi me ke drejt. Ke shumë drejt, se edhe ky popull jon kështu e ka. Si? Kalova lumin të ashtu sa kalin. Ame se më kujtove, kalojnë edhe me kal edhe me foristrat. Oh. Kjo është ura ekzistuese që ka qenë para se të nise investimi për atë urën e re për banorët. Dhe që shikoni, kjo urë është vjetruar dhe këtu është bërë një grop e madhe dhe banorët duke mos hequr këtë rrezik për të kaluar mbi urë, do kalojnë të detyruar në përrua edhe gjatë stinës së dimrit. Kështu kalon për ditë këtu? Kështu kalojnë për ditë, vate 2 vjetë që ka filluar si urë, s'është mbaruar. Banor Shpresa, na thonë, po, banori zonës, qoj fëmijët në shkollë, kthehem me dimër, me shi, qa ndodh aty, ka ndodhur raste, ka lëm dhe makinën e lëm andej ata në rrugë, sepse nuk hidhesh dot në dimër aty. Kjo është e pakalueshme, kjo ura e vjetë është e pakalueshme, sepse siç e shikoni vetë. Po kjo ura Atje- këtu që është nisur. Ajo është nisur, s'është përfunduar. Do e përfundojmë thonë, po vate 2 vjetë, është e njëjta punë. Ka pas raste që kam pas dhe plakën së mure dhe kam marrë me mushkë, nga ande kam çuar të shtëpia. Ke kaluar këtu tek Këtu te uji, ku do? te uji. Te uji, se në vend tjetër s'ke. Kjo ura këtu që është e vjetër, ke frikë kalosh. Jo, aty nuk kalohet. Se siç e shikoni vetë, ajo është e pakalueshme. Aty shiko, i ka nikur këmbë asaja, në mes i është çar. S'ke ku. Sa larg është fshati që jeton atje lart? Është gati 2 kilometra nga rruga kryesore deri tek 2 kilometra. E. Sa banor jeton atje? Po banojnë si familje jam unë që va shumë e fjalë, po që ka dhe blektori, pastaj kjo urë është për 3 fshatra këtu, është dhe Kuçi, është dhe Kallarati, është dhe Bolena, jam i Bolenas unë vetë që po flas. Po lidh 3 fshatra kjo ura. Kjo ura lidh 3 fshatra. Moj, po këta që kanë hedhur themelet e urës, ku kalojnë? Po këtë që ma mëndje që po të kishin kaluar do e kishin mbaruar ata. Po pse thua po të kishin kaluar kështu si me hamendje? Shkojmë edhe i pyesim na. Po ku të pyesim a motra në Vranisht? E diri që po pyet atje të vrasin. O zemra, po unë them, shkojmë edhe pyesim tek zyrat me te njësitë administrative, jo në pyll. Po që, në Vranisht, edhe kur të përkëdhelin ata nga Vranisht, do thonë, o i vrar. Shi, tani kuptova unë nga vjen fjala vranisht, do me thënë vra, o i vrarë, po nishti qash? Pikërisht. Nga pikërisht vjen. Nga pikërisht. Dhe ne shkuam të njësia administrative dhe ata filluan, jo po jeni pa logo, jo po çdoni juve këtu, jo po kur ankohen banorët pse ankojeni ju, jo po na e nisni me shkrim. Po mirë, po ne qa me nderën kërkuam që vajtëm, base nuk e duan urën ato më shpirt, base i pëqin këto sportet ekstreme, këto raftinge, qa është ajo tjetra, si e ka... Me kajake. Base i Po jo, ne kote, vajtëm e pyetëm pikërisht pushtetin për ato lek, më kuptan. Për lek, jo, po sigurisht që është e rëndësishme. Po le të shkojmë te njësia administrative Horvanisht dhe të pyesim se çfarë do të bëhet me këtë urën këtu dhe pse është lënë për gjysmë. Është në Imar. Ju kush jeni? Punoj si panelit, pritjes e informimit qytetarëve, po. Kur vjen administratori, se ne kemi disa pyetje për një shqetësim banorësh. Lidhur me çfarë? Nëse mund të Në lidhje me një investim ure që është nisur në 2023 dhe nuk ka përfunduar. Ta pyesnim pak, sa ka kushtuar, pse nuk ka mbaruar? Kemi kaluar nga Imara. Ne jemi institucion vartës.
Patjetër As që bëjmë jeni varfër. tendera? Po vlla, e di shumë mirë. Po puna Atëherë, është që ju atëherë. përgjigjeni për banorët këtu apo jo? Po, patjetër. Kush nga banorët ka ardhur këtu dhe ka bërë ankesë për këtë urë dhe ne nuk kemi Banor, përgjigje. ja po viun sot me një banor aty. E kam makinë. Zotri, nuk është puna e është bërë një ankesë. Tani ne e vëzhguam pa në rast. Valla, ka sjell ankesë, ka zyrtarisht ankesë, ka bërë ankesë banori. Jo po viun tani me banorin më. E ka pashun rastin e po e bëj ankesën. Tani një sekond. Nuk ka lidhje me ankesën. Ju keni nisur për një urë aty. Kush ne? Njësia, bashkia. Bashkia. Patjetër, po përfaqësuesi i bashkisë. Më duket se bashkia ka një radhë gjërash. Është zyra Çfarë? tenderimeve, Çfarë? është zyra Ka pas juridike. projekt për atë urën aty? Po patjetër që ka pas për sa është bërë, se punime pa projekt, ku ke parë që të bën? Po pse është bërë konfushat atë në 2023? Ato mund t'i zgjidhësh me zyrën e Jo, prokurimeve. do të pyesim ku do mbaroj ajo. Sa ka kushtuar? Institucioni që e ka nisë, që e ka firmos, ka një drejtore e zyra që e ka marrë përsipër dhe atë procedurë. Ndiq atë. Administratori është Administratori nuk e ndjek rastin? me administrator mund të flasësh me administrator. Unë këtë komunikim dhe bën mirë. Ma lidh pak me administratorin nëse ke mundësi. Mos vëlla, ka një, hajde bëj një ankesë, bëj një kërkesë zyrtarisht dhe të marrësh përgjigjen për këtë. Problemi nuk është fare aty. Është këtu, që është ti është lënë një urë për gjys. Si do zgjidhet atje? Vëlla, drejtohu te institucioni që e ka këtë. Në rregull, Ne po, nuk jemi administratori institucion është- që bëjmë as tendera, Patjetër. ke një supervizor. E ka kërkuar supervizorin. ta përfundojë administratori? Vëlla, këto janë procedura që duhet Po pra, procedurën duam ne. Po, ne nuk na ka ardhur fare njoftim që do bëhet një urë aty. Fare. Se po fushat, bashkia ka një 2023. inxhinier. 2023. Bashkia ka një Po, inxhinier. një sekond. Bashkia ka një 2023 inxhinier. Nuk keni ndini fare që do bësh ajo ura. Nuk jam në zyrë, mund të hajë çat kam se po flas me djalin, po flas jo zyrtarisht, kuptoje këtë Nga gjë. dole këtu, Do të vish, jo po, se po, hajde në zyrë. se ju s'vini as me një sigël, as me një gjë. Hajde. Jo, hajde. Më sill Sikën. e ke bexhin. Po vend dyshim që nuk jam unë. Po ti po vën Me dyshim cënell? punën time. Makina është pas Okej. sigla pa gjë. Po pse makinat prish punë ty? Po më pyet ka informacion për këtë? Informacion për Jo, urën. nuk ka informacion. Zyrtarisht nuk ka. Më jep një, më bëj një kërkesë tani çfarë të duhet. Plotësoj, unë do të jap një formular plotësimit asaj dhe do vazhdosh me procedurën. Çfarë problemi ka? Dhe marrësh përgjigjen zyrtarisht. Administratori kur vjen në njësi? Që Valla është në himar në mbledhje me kryetarin sot. nuk vjen fare këtu sot? Në që ne ta presim për shembull? Valla është në himar po të them. Po merr mu. Po më? Po më merr më çoj ku dush. Përshëndetje, si jeni? Mirë, Ersit Karaj, jam gazetar nga emisioni Xhatat me CN-ja. Në lidhje me një urë e cila është nisur në prill të 2023-shit dhe ende nuk ka përfunduar. Domethënë është lënë ashtu në beton, domethënë investim në mes të projit. Sa ka kushtuar ky investim dhe pse është lënë përgjysur? nuk e kam iden se sa është kostuar, s'merrem me çështjen e prokurimeve. Okej, po ju je interesuar që banorët e kësaj zone nuk kanë urë aty dhe ndërkohë që është nisur për fushatet dhe është lënë? Sigurisht jam interesuar se Po? kërkesa jon ka qenë. Okej, çfarë kanë thënë? Unë e kam, po do të e testoj. Në mes tani kam përshtypjen se është futur prapë në buxhet pjesa e përfundimit të saj. Ka pasur një projekt për këtë urë? Nuk e kam iden se çfarë ka pasur përpara. Unë di që projekti për të plotësuar investimin është ribër dhe duhet të jetë në fazë tenderimi tani pjesa e ngelur e investimit. Domethënë jeni në dijeni se kur mund të mbaroj ajo ura që është nisur që para 2 vjetësh? Për këtë jam i sigurt që përfundon për na muaj qershor. Nuk e kam iden se sa ka qenë projekti dhe sa është investor aty. Di që projekti që është kërkuar nga ana jonë për të përfunduar investimin e ngelur gjysmë është 12 milion lekë të vjetra. Di që në kohën që nuk përfundoi, vazhdova kërkesat sistematikisht para institucionit domethënë para bashkisë. Dhe çfarë thonin në atë kohë? Çfarë thonin në atë kohë? Përse ishin Po, ndërprer? nuk e kam iden, punë. Po normal se ke biseduar më thatë. Ke biseduar domethënë çfarë kanë thënë? Po kam biseduar tani herë për të përfunduar. Dhe është ndërprer për çfarë arsye? Nuk e di. Otili, sa mbase po i bijem qaf kotë o zemraj, me mbase nuk e duan urën ata o shpirt. Po si e po i bikemi më qaf kotë në si se duan urën, më thojti mua, kush është ahi qorë që nuk i do syt me pa. Po të shi, që është kjo? Tu boa port e aeroportes, da shka në urën banorët. Po këtu ta nga slafi në shpirtim, këtu ta nga se po u ankuan Ramës këta që nuk e kalojmë do të lumin. Rama nuk meret këshu me gjonat fofla, me ura e me rrugë, me pasarela. Jo shpirt, Rama o të bën port, o të bën aeroport direkt. Po që ke drejti. Ne përse? Po ke shumë drejt. Qa me nderin kanë këta që banorët janë kohë? Kush është ai pirsheni që është ankuar, a? T'ja nxjerrim me emrin këtu ta demaskojmë. A me do jetë në i klysh i Saliut, në
qelbësirë, se ata me këta janë ata që duan të nxjin faqen qeverisë, s'ka mundësi. Po që qeveri, më zëmë, që pun ka qeveria këtu, kjo është pun bashkia. Muj po lëre rahat bashkin ti, se bashkia e Marës që nga 2023 dy kryetari ka kaluar njërë nga burgu, edhe këtavo, ky është i treti i vërteti, edhe pra ndaj, as janë banë që të kthej përgjigje, as janë banë që të kthej i gjallë. Të bëhet i gjallë në fakt. Do mëzdo. Në lidhje me investimin e urës në fshatin Kallarat të Bashkisë së Imarës, e cila ka ndërprer punimet që nga prilli 2023, ne kemi dërguar një kërkesë për informacion dhe ka një muaj që nuk kemi marrë asnjë përgjigje nga kjo bashki dhe tashmë kemi mundësuar një numër kontakti me nën kryetarin Perin Gjikuria, të cilin do ta telefonojmë tani. Ka një muaj që kemi dërguar një kërkesë për informacion nga redaksia e emisionit Xhadat. E keni dërguar me email apo me email? Po, çfarë? E kemi dërguar me email. Dhe nuk ka ardhur asnjë përgjigje deri tani. Atëherë, ne kemi një denoncim në fshatin Kallarat të njësisë administrative Hor Vranisht. Është bërë një investim në 2023 për të bërë një urë në atë fshat, e cila është lënë beton në mes të përrojit dhe nuk ka mbaruar. Kemi disa pyetje, ka pasur një plan projekt, a është buxhetuar në programin publik kjo pjesë, kjo investimi i kësaj urës? Po shkruaj çfarë po më thoni. Unë i kam shkruar, por nuk ka ardhur asnjë përgjigje nga kjo kërkesë që kemi dërguar. Se ka kaluar nga unë emaili dhe jam marrur në atë email, tani të mos keq kuptohemi. Të nderuar, do komunikoj me zyrën përkatëse dhe uroj, po besoj se do të kemi një përgjigje. Po, sepse ka kaluar çdo afat ligjor. Pas lidhjen gjithë situatën, pa merak. Nuk e kuptoj pse ka ndodhur kjo gjë, ju kërkoj ndjesë, ose ka qenë ngarkesë me punën. Ju vetë personalisht nuk jeni në dieni të këtij rasti apo jo, të kësaj ure që është investuar aty te fshati. I nderuar, ju thash që do të kontaktoj me zyrën fjalë dhe do të kemi një përgjigje shteruse javën tjetër. E ja kështu edhe 2 vit vinë sërish zgjedhjet vendore dhe ura do ju bëhet. Dale njerë, se më kap edhe duke u rregulluar, mos fol me kaq sigurit. Për të kapur Çeçës të kap punë, të kap Julia dhe nga regjia. Pa më Çeço dhe ti tani, kur them unë kështu me amendje, thua pse amendson, kur flas me siguri, pse flet me kaq siguri, si të flas me Çeço? Po jo me shpirter, më keq kuptove fare njerë. Sa që po thoja unë është këtu, këtyre fshatrave të Florës, ne vetë në këtë emision e kemi thënë që po ja marrin ujin. Kështu që mbas 2 viteve që thua ti, rrezik vetë shesh aty s'ka fare lume dhe sot i duhet ma asura. Thoj që të duash ti Çeço, ndaq për lume, ndaq për ure, më mërzite mua, kështu që mbyllë vetë emisionin, po. Jo, mos u mërzit. U mërzita. Jo, ja të gadis motra ty, të gadis motra. U mërzita Çeço, natën e mirë nga. Se mu mërzit kolegi, atakojemi nesër në 20:00. Më mërzit.